Në datë 25 janar do jem në Torino tek Maison du Brésil, pra Torino, Itali, Maison du Brésil. Ose më mundi se do jetë flaka e natë. Hej, ti e arsyeja pse zgjohem, ti e muzika që s'baron, rrotullohem botën se njo më, kur më she gjithçka fillon. Në datë 25 janar do jem në Torino tek Maison du Brésil, pra Torino, Itali, Maison du Brésil. Ose më mundi se do jetë flaka e natë. Hej, ti e arsyeja pse zgjohem, ti e muzika që s'baron, rrotullohem botën se njo më, kur më she gjithçka fillon. Luizi punon dite e natë për projektet e reja të këtij viti. Bëhet fjale për projektin që ai lancoi dje, një dedikim i bukur për Kiarën, por që ju bashkangjit filmit këto pune kaq të kuruara deri në detaj janë fale producentit të njohur dhe mikut të përbashkët me Kiarën, Klodian Qafokut, i cili i ka tashmë disa bashkëpunime me Luizin. Në një moment Klodiani shfaq një foto shumë gazmore ku shprehet se nuk është turp që të flesh, por turp është të zene, duke fjetur. Pra Klodiani ka nënkuptuar që ne studion e tij bëhet punë dite e natës, saqë Luizin e zgjumin e studio, pavarësisht se fotua mund të interpretohet ndryshe. Ne i urojmë sukseset Cunave në projektet e ardhshme, që padyshim do jenë hitet e përjetshme. Sukseset të nderuar teleshikues, ju urojmë shikim të këndshëm. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.